Drejtimet që ofron shkolla mesme profesionale Ndërmjeda në Bushat janë një mundësi e mirë për të gjithë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. Vitet e fundit interes të veçantë kanë pasur degët e teknologjisë ushqimore dhe bujqësia agroturizëm. Mesimdhënësit e shkollës u bën thirrje të rinjve të ndjekin degën e bujqësisë, pasi me rritjen e numrit të agroturizmave në Shqipëri, punësimi i nxënësve është i sigurt. Krahas dy degët e tjera që ka shkolla jon, ofron edhe degën e bujqësisë, gjithashtu e alternuar me profilin agroturizëm. Kjo është një degë pra që është shumë e kërkuar, besoj në tregun e punës për të rritë. Si në procesin e bujqësisë, po ashtu edhe atë të agroturizmit, duke parë që sot agroturizmi ka marrë një shtirje shumë të madhe, pra në të gjitha zonat si rurale, si dhe ato gjithë kombëtare. Dhe mendoj pra që kjo shkollë ka mundësitë shumë të mira për më ofru këtë shërbim pra komunitetit, pra duke përgatitur nxënësit me dijet bashkëkohore pra për një bujqësi të qëndrueshme. Tu kena bankën gjenetike ku nxënësi interpreton pra zhvillimin e teorisë në praktik pra kjo bankë i lejon një nxënësi të bëjë një kërkim shkencor më të mirë pra në lidhje me njohuritë që merr në shkollë. Gjithashtu, për me plotësu njohuritë shkencore, pra kena dhe interpretimet që i bëjmë praktikave në bazën prodhuese të shkollës, pra kena serën dhe kena dhe ambientet jashtë me vreshtari, kopshtari, ullishta, agrumer, pra kjo i jep mundësi pra që nxënësi të ndërthuri pra procesin teorik me atë praktik. Dega e teknologjisë ushqimore në këtë shkollë çdo vit nxjerr profesionistë të aftë për tregun e punës. Dega e teknologjisë ushqimore studion përpunimin e frutave, përpunimin e gjithë produkteve bujqësore e blegtorale, ruajtjen e tyre, gjithashtu dhe kontrollin e cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Çfarë përfitojnë nxënësit nga kjo shkollë? Arrin të mësojnë gjithë analizat laboratorike, përpunimin e gjithë proceset e përpunimit teknologjik të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Gjithashtu dhe kontrollin e cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Gjithashtu, mas përfundimit të studimeve, tregu i punës është shumë i favorshëm për ta. Pse? Se kanë mundësi punësimit në fabrikat ushqimore, në bizneset e përpunimit të produkteve ushqimore, në institucionet e kontrollit cilësisë e sigurisë, në laboratore. Ndër më të preferuarat nga nxënësit mbetet dega e teknologjisë ushqimore, ku njohuritë e marra në teori i zbatojnë në praktik në laboratore dhe biznese. Vi nga Puka, domethënë, studioj për teknologji ushqimore. Jam shumë e kënaqur për shkollën, për profesionin që e kam vazhdu. Ne bëjmë 3 orë praktik. Është viti i parë edhe bëjmë 3 orë praktik. Jam në vit të parë, studioj në shkolla profesionale Ndërmjeda, jam në degën teknologji ushqimore. Arsyeja që kam zgjedhur këtë degë sepse më pëlqen të gatuaj, më pëlqen të hap një pasticëri në vendin tim. E kam zgjedhur këtë degë teknologji ushqimore, sepse kam shumë punë në vende të ndryshme. Shkolla mesme profesionale Ndërmjeda me drejtimet që ofron është vetmja shkollë e këtij lloji për Treqarqet, Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Krahas bursës, ajo ofron edhe akomodim për nxënësit që vijnë nga rrethet.